Për shkodranët, ajo është e njohur në vite, por së fundmi perla e natyrës së maleve të veriut, Razma, po kthehet në destinacionin e preferuar të shqiptarëve dhe turistëve të huaj, në një distancë prej vetëm 43 kilometrash larg qytetit të Shkodrës dhe në një lartësi prej 900 metrash mbi nivelin e detit. Pika turistike e Razmës është e përshtatshme për zhvillimin e turizmit në të gjitha stinët e vitit. Dhe duke pasur në dorë këto bukuri të pakursyera të natyrës, vitet e fundit shumë investitor kanë ditur t'i përgjigjen me investime serioze, çka e bën sot Razmën një nga zonat e turizmit malor elitar. Janë të shumë turistët nga vende të ndryshme të botës, por edhe vizitorët nga Kosova, Malizi dhe qytete të ndryshme të Shqipërisë që zgjedhin të kalojnë fundjavën në Razëm, apo edhe të shijojnë një drek me produkte bio, karakteristike për Malsin. Gjergj Papaj është një nga banorët e vjetër të Razmës, i cili ka ndërtuar një lokal dhe hotel alpin, ku çdo ditë pret dhe përcjell mysafir. Me bujarin dhe mikpritjen e malsorit, ai na fton pranë Oxhakut duke na uruar mirëseardhjen, ndërsa na tregon për historinë e Razmës dhe turistët e saj të parë që ishin pasanikët e Shkodrës së dikurshme. Razma, një nga pikat turistike më të preferuara në qarkun e Shkodrës, mbetet e tillë jo vetëm gjatë sinës së verës, por edhe në dimër dhe veçanërisht në prag të festave të fundvitit. Gjergje është një prej banorëve të vjetër të Razmës, i cili natyrisht do të na tregojë për jo vetëm mikpritjen, por edhe mënyrën se si Razma në vitet shumë më herët ka pritur turistët e saj të parë. Gjergj, kur mban mend që kanë ardhur turistët e parë në Razëm? Atëherë na nëse i referohna Razëms, historisë Shkodron të komunifiet, pasanik të Shkodrës, më mirë me thonë, që kishin pak a shumë edhe pak forcë, si me thonë investuese. Investitorët e parë ishin një aty ka i 1934, që filluan me ble tokë të fshatarët, edhe filluan me nërtua këto shtëpiat, vilat e veta, si që ishin për shembull Tef Pogu, Lec Çobaj ish deputet në parlamentin e Zogut, si që ishin edhe doktor Kaçalini, me Aga Kaçalinin që ishin ata, Tinka Kurti e me rrallë janë shumë të njoftun kokaje, shumë familje të vjetra. Vitet e fundit, Razmës, përveç shumë shtëpive alpine të ndërtuara nga banorët e Shkodrës si shtëpi të dyta, janë shtuar edhe hotele luksoze. Ato presin me qindra vizitor, një grup prej të cilëve në rastisit i takojmë gjatë xhirimeve. Janë antar të shoqatës së dentistëve shqiptar dhe shkelin për herë të parë në Razëm, por kanë mbetur të mrekulluar. Gjergji Dilo dhe Vasil Semi, këta dy të rinj, njëri nga Gjirokastra dhe tjetri nga Tirana, na tregojnë se janë mrekulluar nga bukuria që të ofron kjo pikë turistike. Sot është herë parë, kam qenë disa herë shkodrë që në vizbjen me në Shkodrën, madje që nga koha që ekziston të treni, dhe sot është herë parë që i vitim në zonën më të shkremit, në ishë Razëm, në shtëmi që shkojnë mbrapa, kishim organizim shumë bukur. Është era parë që vinë në Razëm, e disa në Shkodrë ka marrë disa herë, era parë që të gjoj për Razëm dhe që vinë në Razëm, dhe më qenë shumë ambient. Shikoj posti e shumë bukur në Razëm, dhe që të këtë një shprak këtu në të mëllë. Nuk e di do vi prapë dhe do vi së shpejti këtu. Shirazi Kastrati është ndër investitorët e parë që guxoi në Razëm, me një projekt modern që sot ka nisur të japë frytet e veta. Ai na rrëfen se për të patur një turizëm elitar, sfidat janë të vazhdueshme. Megjithatë, paketat e veçanta që ofron e kanë bërë zgjedhje të parë edhe këtë fundviti. Prenotimet janë mbyllur shumë herët dhe Krishtlindja dhe Viti i Ri në Razëm janë të mbushur me turistë dhe me surpriza. Operojmë me paketa që janë paketet e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri, që janë edhe për të rriturit edhe për fëmijët. Dhe synojmë deri të asaj hapjes në kohë që jo thjesht 24 dhe 31, po është e shtrime në kohë.
Nërsa në që se putën të klientela është marrë shqiptarë dhe korona, pra nuk është thjesht e Shqipnisë, po është edhe shqiptarët të Kosovës, edhe shqiptarët të Maqedonisë dhe të Malitëzi. Atëherë, produkti malor është një produkt shumë specifik. Dhe është e padashtu, në një tillë ka shumë specifikat veta që i hinte, infrastruktura, strukturat akomoduese, shërbimi, të shërbimi fokus kuzhinën, pra janë tona që ndikojnë të produktit dhe automatikisht edhe të klientela. Gatimet që preferojnë në Razëm kanë specifikën e tyre. Janë produkte bio të zonës që përgatiten me fanatizëm, ashtu siç e ka tradit malsori. Kuzhinieri i hotelit na tregon se mishi i kafshëve të egra, perliku, djathi i zier, kaçimaku i famshëm janë të preferuarat e menus. Ushqimet tradicionale që përthehen nga turistët është numri 1 që është mishi i perlikut, mishi i hell një fjalë. Pastaj janë këto tradicionale si djathi i zier, kaçimaku dhe gjanat e egra, derri i egër, rri i egër, plus shpend e egër, shepk, falant, që janë shumë shishme. Për natë e vitit të ri kemi menuar që të bajmë gjelin e detit në forë, që shoqërojmë me patate të pjekura në brush. Kjo është kryesorja për natë e vitit të ri. Plus ka antipasta, ka pjatë të parë. Për kryetarin e komunës Shkrel, Fredi Stërkaj, kjo vëmendje që po i kushtohet Razmës është një mundësi më shumë për ta zhvilluar edhe më tej këtë zonë. Kërkesat në rritje diktojnë nevojën për investime të reja dhe fuqizimin e mëtejshëm të kësaj pike turistike. Ai na tregon se aktualisht kapacitetet për të pritur turist deri tani janë në 400 shtretër. Shkreli është pika hyrëse Alpeve shqiptare. Ne kemi 3 pika turistike, pak a shumë që janë frekuentuar, por një ndër pikat kryesore është Razma, që frekuentohet gjatë gjithë vitit, kurse pika tjera, Boga dhe Reçi frekuentohen në pjesë të ndryshme të vitit. Razma gjatë viteve të fundit ka ndryshuar shumë sepse është duke frekuentuar jo vetëm nga siç ka kanë traditë nga qytetarët e Shkodrës, por nga turistë elitar që vijnë nga Shqipëria e Mesme, Tirana, Durrësi dhe gjitha kryesisht nga gjitha qytetet e Shqipërisë. Razma në vitin 1953 u shtetësua dhe u krijua kampi i pushimit të punëtorëve që zgjati aktivitetin e vet deri në vitin 1990. Gjurmët e së shkuarës kanë mbetur si relike në mes të ndërtimeve të reja luksoze. Këtë e dëshmojnë shtëpitë karakteristike të Razmës, sot pjesa më e madhe të pabanuara dhe drejt rënimit. Zona turistike e Razmës ka një sipërfaqe totale prej 3680 hektarësh dhe në ndryshim prej zonave të tjera turistike të Alpeve, shtrihet mbi një pllaj karstike e cila paraqet kontraste befasuese në relief mes majave piramidale në pjesën më të madhe të pyllëzuara dhe gropave karstike, akullnajore të mbuluara nga akullota alpine. Rrugtimi i Razmës ka qenë befasues dhe sot ajo pa më dyshje po fiton hap pas hapi një vend të rëndësishëm në turizmin malor të qarkut të Shkodrës, por edhe Shqipërisë. E famshme për 100 shpellat karakteristike, 12 puset në qendër të saj që ishin burimi vetëm i ujit për zonën dhe me një histori mbreslënse, Razma po kthehet në nusën e Alpeve shqiptare.